Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama shfrytzoi mbledhjen e Komitetit Politikës së Jashtme të Internacionale Socialiste në Tiranë për shpjeguar ambicien e Shqipërisë për të mbyllur negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian brenda 2 viteve. Sipas Kryesocialistit Edi Rama, situata gjeopolitike është në favor të vendit tonë dhe qeveria shqiptare është e vendosur të bëjë gjithçka për antarësimin në BE. Jemi bekuar që kemi lindur në zemër të Evropës, por në të njëjtën kohë kemi qenë të izoluar dhe shkëputur për një kohë të gjatë. Është koha jon, shansi dhe momenti ynë, mundësia e madhe për të përfunduar këtë punë dhe nxjerr maksimumin e këtij shansi të jashtëzakonshëm që na paraqitet si mundësi mjaft faktike për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Lideri i majorancës shpjegoi para përfaqësuesve të Internacionale Socialiste se për hir të integrimit në BE, Shqipëria ka realizuar reformën në drejtësi duke garantuar për qytetarët një sistem që nuk kontrollohet nga politika. Shohim njerëz të fuqishëm të lidhur me pushtetin politik, qeveri anë opozit që japin llogari përpara prokurorëve të pavarur. Nuk mund ta fshej që në pikpamjen njerëzore nuk është gjëja më e mirë të shikosh njerëz që i njeh për një kohë të gjatë që çohen përpara drejtësisë për t'u përgjigjur për gjëra të ndryshme dhe duke qenë se janë të pafajshëm derisa të provohen fajtor. Këto janë procese që kërkojnë kohën e tyre. Ajo që është e re në Shqipëri dhe mjaft revolucionare është se kemi pastruar procesin e drejtësisë përmes një procesi verifikimi dhe kemi dorëzuar shpatën e ndëshkimit nga pushteti ekzekutiv te pushteti gjyqësor. Kryeministri Edi Rama shpjegoi se qeveria do të përdorë inteligjencën artificiale për procesin e ligjbërjes dhe për parafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian.